Tjetër, sepse kandidatja që ka dështuar do dështoj përsëri për të marrë shumicën dhe unë besoj që nuk duhet ta lajmë peng kuvendin e Kosovës, por edhe qeverinë e ardhshme për shkak të tekeve, qofshin ato dhe problemet brendshme apo çka do të jetë. Kandidati Haxhiu nuk do të ketë mbështetje tonë në asnjë rrethon dhe në asnjë moment. Ajo është simbol i dështimit të kësaj qeverie në 4 vjeçarin e kaluar. Krejt mandatin e ka pas përcjellur me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mostrave të Astrid Bellarit e deri tek ulja e buxhetit për mbrojtjen e qëllimtarëve në hall. Ka shumë dështime mes me cilave po rikujtoj edhe këtë ligjin banal për qeverinë që i ka lidhur nyje pikërisht të vetëvendosim, kështu që rruga është e qartë, duhet me ndryshu kandidatën, pastaj ndoshta mund të Më takon mu me avëzhjell kandidat vetëvendosjes normalisht. Njëjtë për bëni cilin kandidat. Që kjo është kryesorja, i kanë edhe 47 jetë, letë provoj. Tani hapi radhës dihet, është hapi i propozimit që i takon partisë që ka dalë para. Në këtë kuadër unë po i ftoj edhe një herë që ta ndrojnë kandidatën se nuk kalon. I kanë edhe 47 jetë. Tani s'po paragjykojnë ma mesin blokun, po kjo blokat nuk mundet me vazhdu dhe lëviza vetëvendosje po përgjithësi me zhbloku kuvendin, mos me majë bloku. Murdon? S'ka marrëveshje politike për kryetarët e kuvendit. Kryetari i kuvendit dele propozon e merr votat dhe ecë përpara. Po shumica parlamentare e sjell marrëveshje. Na s'kemi marrëveshje këtu. As kemi me bo marrëveshje, as në asnjë formë lëvizje vetëvendosje nuk mundi me pas marrëveshje. Shumica parlamentare duhet mu kriju. Nëse s'janë gjendje me kriju shumica parlamentare, ne duhet me gjetë opcione tjera. Qofshin edhe zgjedhjet e reja. Por nuk mundet me met kuvendi peng për shkak të kujt do, cili do njërin këtë rast të Albin Haxhiu. Faleminderit shumë.